Glauku Njusa thotë s'kena dasht me pas presidentin Zonin Osmani, për herë të parë. Të dyat janë të vërteta. Ama të dyat të vërteta krenar në shmende, u bërë. Nuk ka dy të vërteta. Pak s'kan dasht, e vërteto. Pak s'kan dasht. Shumë s'kan dasht. Shumë s'kan dasht. Kur kanë dasht me bo vjosë presidente, kanë shku e kanë marrë deputetin e listës sërbëse dhe kanë siguru votën e përmes pasollit. A është të vërtet? Kur dënë? Pak s'kan dasht, pak si ka pos vota. Të dyat janë të vërteta. Shumë s'kan dasht. Shumë s'kan dasht. Edhe mendoj që Zonja Osmani e ka sfiduar zotrin Kurti privatisht, pra sa e di unë, që po dhe pse mos po kanë ai punë tjetër apo në studiu në një tjetër. Jo, me sfidu. A me sfidu? Po, e ka sfidu Sigurami ti 57 votat e vetëvendosjes. Tjera ato në i bëj vetë. Edhe zotri Kurti nuk ja ka siguru 57 votat e vetëvendosjes. As kjo s'kesh mujtë po tjerat. Pasha zotin nuk që tash kjo është spekulative. Unë pajtohem të me dëshirën plotësisht. Qa kish fitur në doktorat? Jo djaloshi, jo. Qa kish fitur në doktorat? Nëse kjo Nuk mendoj që është për djaloshi. Ne kemi pas tu zotin Lutfi Azili. Më thoj mua djaloshi të lutem. të ndihesh shumë mirë. Baci krenar. Zvinë mesin atyre 11% të moshuarve në Kosovë. Jo, më na atë veç Halili mund më kam se. E kemi pas këtë panel. Halili është ende në moshën. Zotin Fizikisht është më fol, fizikisht. Jo diçka